janë me veshin e mesit, gruncës. Ta janë të tutë, besoj. Mirë mbrëma. Ju jeni? Grupi Valles Mirdit. Grupi Valles Mirdit. Tani, në fillim, isha pak e zhgënjyer, se mu duk që nuk kishte shumë energji, nuk kishte shumë emocion.
nuk ishte ajo forca e vallës shqiptare, ai pasioni me të cilin vallëzohet. Mirë po, ju e sollët një potpuri i vallës shumë. Dhe sa vinit e përmirësoheshit për të kulmuar me Xhamadani via via, dhe jam shumë e lumtur që jeni me ne, me si pres ju shoh prap nga unë një po. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Në rast të parë, komplimenta nga ana ime për faktin që si të rinj që jeni, vazhdoni të çoni përpara dhe të kultivoni traditën tonë me vallet tona të bukura. Faleminderit. Për mua një po, më pëlqyet shumë. Shumë faleminderit. Mua më gjajti një punë serioze, ambicioze, perikoloze, dhe me shumë pretendim. Pra në tërësi më pëlqeu shumë. Një po shumë e madhe dhe nga unë. Faleminderit. Unë do të di, ju jetoni këtu në Tiranë apo në Mirdit? Në Mirdit. Në Mirdit. Unë asnjëherë nuk e kam pëlqyer për punimin e originalitetit të këngëve dhe valleve tona popullore. Da them kështu sinqerisht, unë u impresionova shumë kur ju drithëronit në sken duke kërcyer vetëm me daullën e madhe. Për mua ka magji. Po, faleminderit që ekzistoni dhe i trashëgoni gjithë elementët e traditës tonë. Fantastik. Faleminderit juve. Bravo, bravo.